Në një kohë kur vota nga diaspora po mbërrin me post drejt Kosovës, fushata politike është zhvendosur fuqishëm tek ta. Me nisjen e votimit me post, aktiviteti i partive politike në diasporë është intensifikuar ndjeshëm, me takime dhe tubime pothuajse të përditshme në vendet ku jetojnë mërgjimtarët. Drejtori ekzekutiv në Germin thekson se ky interesim shfaqet kryesisht në prag të zgjedhjeve, duke krijuar përshtypjen e një angazhimi ndaj diasporës me që vota e tyre ka pesh. Partitë politike kanë kuptuar që votuesi i diasporës jo vetëm se është i rëndësishëm, po është edhe i madh në numër, edhe këtë kanë treguar rezultatet e zgjedhjeve të kaluara, kur diaspora jo vetëm përmes postës apo përmes votimit për farësi diplomatike erdhi në masë të madhe edhe në Kosovë. Dhe duke pas parasysh këtë, gjitha partitë janë duke targetu votuesin e diasporës. Arsyeja tjetër është që diaspora voton para se të votojmë ne në Kosovë. Pra votimi me postë veç se ka fillu, kështu që edhe fushata po fokusohet atje me qëllim që të targetohet votuesi i diasporës më herët. Megjithatë, zhvendosja e fushatës në Morgat në të njëjtën periudhë kur ata votojnë, sipas demokracisë në veprim, do të duhet të rregullohej me ligj. Këshim rastin e këtij vikendi ku vlonte, do thotë, sidomos shteti i Zvicrës nga parti politike të Kosovës, me një numër të madh njerëz të interesuar, duke qenë se në Kosovë nuk kemi shumë mirë të rregulluar këtë në aspektin ligjor, atëherë këto dalin problematikat asaj se sa mund të jetë kjo e monitorueshme pastaj. Edhe pse për jashtë Kosovës disa shtete e kanë të rregulluar, për shembull Gjermania specifikisht të thotë që partitë politike të një vendi tjetër nuk mund të bëjnë fushat zgjedhore në shtetin e tyre, ndërsa për shembull ka vende tjera sikur Zvicra që praktikisht e pam dhe të shihet që nuk e kanë ndaluar. Votimi me postë nga diaspora ka nisur nga 21 maji dhe do të zgjaset deri më 6 qershor.